Të nderuar shikues, mirëmbrëma, jemi në emisionin numër 54 të podcastit tonë. Do të jemi sonte me një tjetër kampion të Vllaznisë, por edhe të Elbasanit në një sezon, ish futbollistin e njohur tashmë trajner për disa vitesh, Safet Ocja. Ocja, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Shumë ju njohin ndoshta sot edhe për funksionet e tjera, por besoj që shumica njerëzve ju njeh si ish futbollist. Është kënaqësi kur lë pas një karrierë të suksesshme? Tham drejtën në losët, nuk e besoj që e kam lënë sportin. Mund luash prapë. Me mend luzim shumë, por kanë shku shumë vite që është pasioni që na mën. I lumtur për çfarë ke dhënë për sportin e futbollit? Besoj që është në karrierën e parë sportive që e kam nis, jam shumë i kënaqur. Në vitet 88 e kam fillu sportin. Kam kënë rreth 12 vjeç. Bile të lujt e shkolla të fshati aty, kena pas një profesor matematike të një agrën nuj, e ju bo se bep, si thoi, me vazhdu në sportin e futbollit, të lujt në atë kohë ishim si u lujt e futbol 3-3, profesori merte 2 vetën, mersha 2 shokët e mija, të lujt unë gjithmonë, si më anë lusha futbol, dhe gjithmonë delsha fetimtar në ti. Një ditë më thëta ke qef me vazhdu sportin, me kënaqësi, ju thamë prindve, edhe thamë drejtën e fillova, e kam fillu me atë njerin Alir Akiqin, të 88-ën, kena lujt rreth 2 vjetë, kam lujt me profesor Alin, pionjer të Vllaznisë në të kohë që kam kënë. Safet 88-ën deri sot 37 vite. Me ndonjë shkputje të vogël, ndoshta, por periudhën pas lënies së sportit, por gjithmonë pranë futbollit. Pra, më shumë se sa gjysma më tepër e jetës tënde deri tani i është kushtuar kësaj loje. I penduar që i bërë futbollist apo kjo ka qenë zgjedhja më e mirë e jetës tënde? Ja, ta thosh edhe në fillim për mua edhe sot nuk e besoj që e kam lënë sportin, por kënaqësia më e madhe që unë bëj edhe sot që stërvis fëmijët, është kënaqësia më e madhe që vazhdoj edhe bëj trajnim futbollit. Shumë kush e ka nisur si puna juaj, fëmijë, tek shkollat, por e menduat ato ditë para që mund të ishit nesër pas nesër, pas disa vitesh pjesë e Vllaznisë? Për gjithmonë ka kanë honor. Thosh edhe e kam filluar me pionierët e Vllaznisë 2 vjet në vitet 90. Bile me profesor Alin, kena bo Spartakiade në pionjerve, ka kënë Durrës, Spartakiade a Durrësit, edhe aty për herë të parë dul me kampion. Kampion pionjerët e Vllaznisë. Mban mend ndonjë shok të ekipit? Ta thëmë drejten, një nërë atë po konë kënë më të vegjël se unë, por asnjë nuk e vazhdu në karrierën e tyre sportive, por ko kënë Ilir Dibra mrapa që jo ka vazhdu, po është më i vogël se unë, Albanasani, që i kam pas në ekip, por ata konë kënë më të vegjël. Kurse Brezi jem, nuk është se konë lujt në një prej tyne. Ko kënë Sokol Cukali, që edhe e la shumë shpejt. Mjeda më dy të Vllaznia edhe la shpejt. Edhe pjesa tjetër konë shku deri te trit, edhe nuk e kanë pas fatin. Si shduket mu, ndoshta edhe vitet 90-94, unë kam shku në Tiranë, kam marru shkollën e mjeshtrisë sportive. Para se shkojmë tek shkolla e mjeshtrisë sportive, 15 vjeç pra morët kupën e parë me pionierët. Duke që ishte një fillim i mbar për karrierën tuaj. Aty më kuptohet që mund të fitosh diçka. Po, aty më mend profesor Rom Sheun. Rom Sheu ishte trajner të Shkëndijit, edhe sikur ishim në të 8 vjet që lushim 7+1, lushim futboll atëherë, na bani ofertë nëse keni dëshirë më ardh te shkolla e mjeshtrisë, edhe unë kur thaj shkolla e mjeshtrisë më dukte hëndër me shku me vazhdu, si thon, karrierën, por qysh aty unë kuptova që më duhet, kisha kënaqësi për me lujt futboll, edhe shkova në shkollë, si më hanë, marrova 4 vjet shkollë. Pra 9 vite pastaj në Tiranë. 90-94 shkollën e mjeshtrisë sportive Lorovashi. E vështirë? E vështirë për ka kënë periudhë tranzicionit. Tëm drejten 90-ën kur kam shku, pa i ba 15 vjeç kam kënë. 90-ën u banën edhe këtë rëmujët, u hapet ambasadat, natë e njëshin, u hapen tragedet, tëm drejten të njerin babin nuk e kap. Edhe sa herë
vite, më thote, unë jam, më falë, Një që kam përshtetën më shumë, dhe ndoshta jo mund, na sigurisht që mund edhe shumë sot. Tham drejtën vite në shkollë, se një herë në 2 javë ishe në shtëpi, një herë në javë, vite babi me pa. Edhe thote... Ka qenë vështirë jeta e konviktit dhe shkollës? Normal. Sepse në emisionin e kaluar kam pasur në divatin. E ka kaluar pak më herët. Këtë periudhën e konviktit tek shkolla e mjeshtrisë sportive, shumë sakrifica, shumë luftë, edhe brenda konviktit. Edhe unë e kam arrit pjesën e Rudit, se unë mund të jem 4-5 vjet më ashtu, por erdhi demokracia në atë periudhë dhe ndryshunen i fije gjumë. Por prep më vështirë ka pas Rudi, kurse ne u bani një fije më të lehta, por më shumë ishim rrumuj. Edhe shkolla, tham drejtën e kena nis 28 vjet, edhe e kena marru 13 vjet. Sepse se kishte kush mendin tek shkolla e sportit. Fiks. Në ato vite e menduat që ndoshta edhe ju të ishit si shumë edhe moshatarët tuaj, të merrni tragetin apo rrugët e emigrimit sepse u hapën kufit. Falë, të thëmë drejten, por ishte e pasioni si kisha qef me lujtë futbol. Aja më ka majtë këtu në Shqipni, bele edhe vitet në atë 7, ta për shpjegoj më mrapa, si me dhane kam pas fatin ishte në atë 2 që isha me komtaren e 15 vjeqarve, arrita me bo rreth i muaj e gjysë 3 vite, por nuk ishin atë kohë, ishin 22 sportistat grumullum, po 16 shkunen. Se ishte periudha demokracisë, sa dolin ma shumë shkoshin staf se sa një nër ato, nër 6 sportisat si nuk na more në Gjermani ishim na, por brezi si shkunen atje, vetëm 3 vetë u këthynen, gjithë najtë në Gjermani. Periudhën në atë 2-shin. Tek mjeshtët e Shkëndia, shkolla e mjeshtrisë sportive, ose ka litur vazhdimisht dhe rregullisht informacion? Edhe vitin e parë që kam shku, se atje ishte me lujt 275, vitin e 2 që ishin para trit edhe trit. E kishte ekip Shkëndia. Në atë periudhë, unë isha në vit parë, por lusha me vitin e 2 që u do të 275 dytë në loja dhe unë kam lujt. Një nër 2 letarët e gildin e 75 ishte dhe ju. Po, bele ko ken edhe një Armando Zanin që ose e manë me në ka lujt në Gjermani, shkajnate 2-shin në atë kohë. Në edhe në Gjermani. Unë në të kohë mërte Besnik Qela, sot si është në federat, unë e kam pas profesor në shkollë mjeshtrisë sportive. Me Besnik Qela keni qenë 4 vitet, apo keni ndërruar edhe 3 njët? Ja, unë faktikisht kam pas Skender Sinanin, që duhet me i thonë u bo për Ahmet Selej nuk është gjallë, kam pas Ram Shehun, kam pas edhe Besnikun. Por Skenderi ko kenë për 4 vjetë si trajner, rreth 1 vit e gjys kam bo me profesor Ramen. Masanej, kurse profesor Beci më ka marrë vetëm se kishte i vit më të muaj, edhe po ta lujtëm i vit me te. Përshtypën të njëra për profesor Ramen, apo? Jo, për të 3 profesorët të drejten ishte shkollë për mu, në atë periudhë që unë e thash edhe herë e kam pas pasion edhe sot që thëmë, unë flas me nostalgji, për mu ka shumë gjana për me dashtë me marrë edhe sot për jasaj shkollë. Se janë shkollë, marrën shkollën e njës, profesionale. Janë 2 orë stërvitje para dite, 2 orë stërvitje mas dite. Plus teoria dhe shumë lëndë të tjera. Të gjithë ishin lanë të gjimnazit, por kishim specifike lanë të rujë futbolit, basketbol, atletik, gjimnastik. Gjitha lanë të ishin me nota, si thënë. Dhe 94-shin, ose o formua si futbolist? 94-shin marrova shkollën me të drejten, edhe, thosh, profesor Alia ishte gjallë në të kohë, edhe Viktu i thëmë profesor nuk njëfë kërkën, ma profesor. Sepse shumë nga moshatarët tuaj kishin ikur. Kishin ikë edhe, thëmë drejten edhe Vllaznia ishte pak rrumuj, se natë 2, natë 3 u iken edhe lujtarët e mirë të Vllaznisë, edhe meti një djemë të ri. Po shumë lujtarë të ri. Po më kujtohet në të kohë, vje edhe ka shku, ka kënë profesor Astridi, Afizi, edhe Sadraki që ka kënë, edhe në të kohë i thëtë Bobi shkunin në Bulgari këta, në fazë përjetore. I thëtë profesor Alia mërë në thëtë, prezencë Bobit mërë në thëtë, mua që profesor Astridi me të ndrejtë nuk njifte, thëtë mërë në fazë përjetore, thëtë në gjohë se së shtunë, ma se federoni, thëtë sa problem. Nuk e pata atë fatin me e marë, nuk morën, vetëm kam ba një neshe kontrollit këto, nuk ma frunën, si me thona, nështë edhe periulla atëherë, edhe nështë nuk më njifshin, por
prep, unë isha lojtar që kisha lujt si me paratrit e Shkëndis, edhe me trit e Shkëndis, unë si më hanë kisha kampionate në shpinë. Kampionat në vështira, kishte kampionat në shpinë, por patëm ne jemi moshatarë dhe mbajment. Edhe ardhi juve nga fshati, ndoshta ka pas bëjnë në këtë përzgjedhje. Se di, unë flasë... E ke vujtur faktin që nuk u përzgjedhë? Ja, nuk e thëmë atë. Çdo gjë me vullnet, me dëshirë, me punë. Thosh edhe unë jam lojtar që jam bë me punë edhe me vullnet, edhe pasionin që kam pas. Njeriu gjithmonë është periudha më e keqe, për shembull, te mosha 18 vjeç, 19 vjeç është periudha më e keqe e një sportistit. Shumë shokë të mi, shumë, edhe shumë më lojtar të mirë se unë. Është një periudhë që në qoftë se nuk i thu veti du mu bë sportist në të periudhë, është ka shumë të vështirë. Por unë kam që të më drejten, e kisha shumë me qef. Arrita, si më thonë, këtu nuk gjeta hapsin, kam shku, kam najtë rrëth 2 muaj, kam najtë gusht shtator, kam najtë në Lezhë. Në të kohë, Lezhë ishte në superiore. Edhe aty nuk mujta mu federu. Me knajsin më të madhe, Vasil Bici, ko kënë trajner, nuk e di për arsye për një tjetër, nuk e di, nuk arrita mu federu. Të më drejten edhe ja periudhë ishte shumë e keqe për mu, edhe godi, bele kam një ideologjët babë, se është pasionant të jemi që e më kolon shtys shumë, për me vazhdu. Nga ne Kimqa. Edhe të më drejten... që ka qenë në çdo ndeshje tuaj në i pranishëm stadion. Edhe të më drejten mu atëpër, atëherë u marte me biznes, marte me vedi, hajde thote sa problem do gjejmë ekip tjetër, a ke parasysh. Rasia, jam nalë të 2 shokë të mi që i kam në Leq, ata kanë mëru shkollën e me shtërisë bashkë me mu, edhe të bo më abet me ta, pëse s'vjene për vojshtë të na. Edhe Laqin atë periudhë ishte në superiore. Edhe të më drejten kam bo rreth një muaj stërvitje me ta. E falëndërej edhe për Sërbecin, ku në momentin që ko shku emër jem federat, mu federu, edhe ju ko thonë, sa mirë ju ko ardhë këtë djalli të ju. Që ishte në të kohë për Sërbecin federat. Edhe shkoj emër jem aty tha, dha fjallët më të mira për mu, se unë isha lujtar që i kisha kalu edhe për atritë kombëtares, me thonë drejten. Edhe në shkollë kam kënë model, edhe lujtar që i kam marru të në ciklet aty në shkollë. Edhe të më drejten, aty e mura me knesin më të madhe, edhe të më drejten aty ko kënë vrulli jem që meta, edhe direkt so kam bo një fazë projektor, unë kam lujtë formacion me Laqin. Rrëth 1 vit e gjysë. Superioren e kam njës në januar 95, unë e kam njës me ekipin e Laqin. Dhe ki fitur emra të rëndësishëm për Laqin në atë periudhë? Me Sabamicin, ki lujtër? Po. Në atë periudhë ko ardhi edhe Alban Nuga dhe na. Ko kënë Fred Mjeda, Sokol Shtaku, që më dhanë ishim 5-6 vetë bele të qesh, na nga të smoshim, sa bajnë, si thotë ishte kapiten e të ko, i thoshim Vllaznia B, i thoshim na, se ishim 5 shkodronë formacion. Por e kam kalu shumë mirë, edhe, si më dhanë, aty më dhanën edhe forcë, kurajo për me vazhdu sportin, të më drejten. Sa vetë, pse në linje e djathë? Edhe në mbrojtësi djathë, edhe në sushori djathë? Po, të më drejten dhe shkolla mjeshtrisë, atje edhe këtu kam lujtë si i djathë, por më atje për kam pas frym, edhe këtu me personalin unë lusha edhe si tip shkatrusit, fillimet e mija. Masa në shkollë edhe në shkollë, edhe aty më atje për mbrojtësi si djathë, si më dhanë, aty më mlonin përsoret, edhe aty me të drejten unë e mora vedin, aty isha si mua mirë gjesha dhe vedin, e kam fillu në Leq, e kam fillu si stopër. Bele 5-6 neshjet e pora kam lu si stopër në Leq. Por të thëmë drejten sot që unë flasë me qetësi unë, ma shumë kam kënë lojtarë trajnjerit. Po ka pas nevojë trajnjeri? Kam pas qef, çdo fjallë që i flite trajnjeri, unë kisha qef me, si thënë, me anë i gjuhë dhe me zbatu në fushë. Dhe me këtë që thoni, të regon qarë që nuk keni qenë asnjëherë problematik për trajnjerët. Keni zbatuar detyrat e tyre. Unë me gjithë pa përjashtim, e kam kalu shumë mirë. Në 96-ën në Shkodër? Më kujtohet i njeri përsori Sababizi, lujta futbol me Vllazninën, Loqe Vllaznia atje edhe këtu, edhe thëmë drejten... Ka qenë sezon 95-96, kur që në trajnjer Sababizi. Pa, edhe ko artë e shpia këtu në fshatë në Bogatar, më tha mu, a ke qefë më artë e Vllaznia.
E thash përsër, ëndra jeme është thash me vesh fanelin e Vllaznisë. Por unë e një për kënaqësi me të ardhur përsëri në atë kohë, ishte gjë e madhe, unë i tham me kënaqësinë më të madhe vi. Më tha vetëm i kash nëse unë kam e qenë trajner i Vllaznisë, tha ti je pjesë e Vllaznisë. Në të kohë marrë vesh si përsëri, si më thonë, u ndru me serin, e Sendedin. Edhe përsëri të njëjtën gjë mori, edhe më tha, të kam pa të luajt, tha unë nuk njoh, vetëm thjesht prezenca jote që ki bërë rreth vite gjysë atje, nuk e di, vetëm i kam thënë 2 fjalë përsëri, i thash, nëse është puna se ishte faktikisht kur u bë grumullimi 96-ën, me fjalë lojtari më i vjetër ka kanë Astrid Premçi edhe Alban Noga, si ishin 27-26 në të periudhë. Edhe ishim rreth 16 vjet, ishim 20 vjeça, 21 vjeça. Edhe ishte shumë ekip i mirë. Ju të linja 74, 75, 72-3 ndonjë rrallë ndoshta. Fiks. Edhe tham drejtën, i tham profesorit, i tham mos merr në qafë, i tham se unë jam të luajt, te Laçi jam formacion. Djalë tha unë nuk njoh hiç. Nëse let si ki luajt te Laçi, tha ti je këtu është fusha e hapur nëse e meriton kemi luajt. Edhe tham drejtën, kam marrë momenti që kam bërë fazë projektore, jam kënë pjesë edhe i formacionit, që më në periull 96-97, atë periull që ose të kujtohet... Kom bërë stadiumi. Me gullat e Edi Martinit, me Partizanit, apo disa ndeshjet tjera, ka qenë vërtet emocionet të marë. Shumë, u bërë shumë ekipi mirë. Ekipi më mirë pas ekipit 92-shit, që kemi dalë kampion, ka qenë ekipi 96. Masanej u bërën të rëmujet e 97, na faktikisht për fatin e mirë tonin, ishim rreth 4 vetë, 5 vetë, të Vllaznisë të ekipi Shpresa, Edi Martini, Ulek Skotri, Andi Leli, Luan Zmiani edhe unë, kishim edhe doktorin, në të kohë u banën rëmujët u ndërprej kampionati. Edhe në qoftë se ju kujtohet, kombëtarja U21 edhe kombëtarja e madhe, kena bën ndeshje në Spanjë, në Granada Spajs. Atje po të me bë 2 ndeshje. Të njëna ndeshje kam luajtur një çerekore 20 minuta, se nuk te kombëtarja nuk isha në formacion. Te Vllaznia isha në formacion, te kombëtarja nuk isha në formacion. Nëse aty në 97-ën, tham drejtën, këtu ishin rëmujat. Martini drejt Gjermanisë. Edhe të tjerë provuan të largohen, po ju u kthyet. Aty tham drejtën ishim shkume me njët mos mu kthy. Edhe në shpresat që ishim, 10 vetë këna kërku azil politik në 97-ën. Ba me 2 ndeshjet, edhe kena nejtë, ko kënë Nevil Dede, Ulek Skotri, Luan Zmiani, një këto që manë, kena kënë 10 sportista që kërku me azil politik. Edhe kena nejtë, unë për veti kam nejtë rrëth 6 muaj gjysë në Madrid. Në ka muajt bile, 2 ditë kena nejtë azil politik si e quajnë ta, por 6 muaj tjera në ka muajt Federata Spanjole, edhe e falenderoj profesorit e Dervishin që ka kënë, e na mori prej azilit në qëjtë hoteli Real Madridit sot. Si ishin lujtarët matë për zgjedhën të Realit, në më atë të hotel këna fit rrëth 5 muaj gjysh 6. Rëmujet e 97, unë si kam përjetu në Shkodër. Ekip parë nga televizori nga Spanja. Fiks. Masanej dëshira për me lujt aty, nëllën shumë, si që the edhe vetë, Edi Martinin e morën direkt mas neshës, ka kënë edhe ky sulmuesi i Partizanit. Dashi. Jo Dashi, ky Bogdani bosh me Beqin. Ata shkuan për Itali, edhe Dashi... Kurse Edi e morën Gjermani menaxherat, edhe në aty në Madrid kërkoshi menaxhera, të thëmë drejten, jena provu, ka kënë fakja, ka lujt me Toledon. Ishte, po, një fati Keqijoni që kategoria 3 dhe 4 në Spaj nuk u lejoshim me lujt huj, vetëm me pashaport spanjolle. Sa aty në lushim krejt normal. Por nuk i kishim fatin kështu që ishte me lujt kategorit 5-6. Me ta ndrejten edhe ata i provova, por nuk ashtë se kishim me gjoha. Edhe thëmë drejten dikush iku në Amerikë, dikush në Gjermani, dikush u shkput, u mërzita, fliqe me këto qpis, 1-2 telefonata që kam pas me të njerin me Ftaqela, edhe me profesorin, ata mua të e për ishin e ata, isha 21 vjeç, kisha qef me lujt futbol, me thëmë drejten. Edhe thosha du me lujt për futbol. Një nërë ata, ka kënë meftari që më ka këthy, edhe më thamu, hajde, tha si e i ri, ideal i ri, Belenqosit kujtohet në atë 7, në atë 8, kur dorme në kampion,
Unë 3 neshjet e para, unë 2 neshjet e para nuk kam kënë pjesë e vllazë, unë jam rikthyer, kam marrë në vonesë. Një stërvitje e fortë për ju, ndoshta edhe në zhurmën e plumave në stadion, por u bë një ansambël shumë simpatik. Thash rrumujat e 97 më fliqin të shokët, por nuk e kam arrit fort kur erdha unë, sikur u qetësuan një fije xhenet. U bë nëse më u bë edhe ky grumullimi që u bë kampionati në Tiranë, unë nuk kam kënë pjesë, kam kënë spaj, por jam rikthyer, si më thënë, shtator kam marrë këtu. Edhe 97, 98 u bëm një ekip, thëmë drejtën ishim Teton Shkodran. Edhe sot flas me nostalgji që ishte ekipi që kishim dëshirë me luajtë futboll. Po thuj se Teton. Moj vjetri ko këthosh edhe herë, kam gjetë prep Astritin edhe Albanugën. Edhe thëmë drejtën edhe profesor Seri që ishte sa kishte lanë sportin që më thonë 95, 96, le sportin edhe u bë trajner dhe kishte shumë e dëshirë, shumë e pasion. Që më thonë, prep u bë grupi, por nuk ishim si 96-ën. Su u shput Edi, shkoj jashtë, u Liksi shkoj jashtë, që më thonë shkunë në disa lujtar prep me cungum, por edhe brezi ri që po të ardhë, Alban Volumi, konë kënë të brezi që janë pak më Vjuri Sinoni, që edhe Vjuri, që më thonë e fillej, atë vit u largu erdhi prep, që më thonë atë periull kena edhe brezi si ishte i juni, po edhe 2-3 vjetë më dvegje si ishim se na, atëherë u bë një ekip kampionat i vështirë, por që tregoi dominimin e Vllaznisë, shumë prej fitore 1-0. Ko kënë thosh edhe herë, sët aloa kujtoj, i kena kënë kret me knesin më të madhe, me lujtë futbol, 99% të pothuj se s'kena pasja bëngjikon kënë tonë Shkodran. Edhe dëshira plus që në të kohë ko kënë sponsorizus, nuk ko kënë president, ko kënë Miftar Qela. President në leta ka qenë Azem Hajdari. Dhe të thëmë drejten e i në nëzitë shumë, se për çdo neshje kishim premje, e i në nëziti shumë, për çdo neshje kishim ofër, në ndihmote, edhe kur e ketë është edhe herë, ku a keme dëshire me pasion, dojnë edhe neshjet, si thu veti, kena fitu me minimale. Më kujtohet, unë kam kënë, nuk e di, lojtari më i mirë, ko kënë me 6 gola, me 7 gola. Unë kam bë 4 gola në të periudhë. Si nuk i kam luajt 2 neshjet e para, edhe jo 6 neshjet e fundit kampionatit, 5 neshjet e fundit kampionatit. Po ta pas disfat, në që të kujtohet se kam thyrë kamë. Por më kujtohen ato golat që për mu kanë golat e karrierës teme, për kup me Partizanin edhe për kampionat me Partizanin. Dhe festa logjike e fundit kampionatit, ku përveç kupës ka mbetur ajo këngë me emrat, duke filluar nga ngrima si Mace Zezë dhe pastaj kur e dëgjon edhe sot ndoshta sa fetohet se emrin e tij, besoj që ka nostalgji. Ka normal. Thosh edhe herë, kena kënë Madejnë Shkodran. Ajo periull, e vit ko kënë, si më thonë, lojtarë që i këndolë pri Akademisë Vllaznisë, lojtarë që i kënë lujtë me shpirt edhe me zemër. Është mirë të kujtojmë disa për tyre. Duke filluar nga Grima në port? Grima, Lici, Luan Zmiani, Alban Noga, ko kënë Ermal Dervishi, Sot Premçi, Astrid Premçi, ko kënë, se ndoshta edhe mund të harrojmë edhe një Gjahysa, kena pas si për ju, po pa ikjen qoqe, mësa në iku si sulmus, kena pas edhe Ronin 96-ën, po iku të Tirana. Si më hanë, Vjori që u bo atë vit që ko kënë që ko shpërthy edhe Vjori, ko kënë për ju dhe ati, si më 97-98. Edhe të më drejten, nështë edhe mund të harrojmë edhe në një, por edhe këta brezi ty në mësin që duali Osmani, se cili në rrallë, se cili dha kontributin e tyre të kjo sukses. Sokol Shtaku. Me gjitha të Safet, ajo thyrja këmbës erdhi në momentin tuaj më të mirë. Janë momente lujet. Edhe në Sarvitje zakonisht nuk ka ndodhur, por të rastisi i fatikes. Rastisi, edhe duhet mi kalu disa gjona, ndoshta ka kënë periudha më mirë, por është fati. Thamë drejten... Ju la mrapa i dëmtim? Jo se më la mrapa, po thamë drejten isha në kulmin tem, thash edhe herë, unë i kujtej shumë me nostalgji, janë kënë rrëth 15.000-16.000 vetë, si neshje me Partizanin atje që kena dalë 1-1 me gol për kupe, kena eliminuar 0-0 këtu, edhe plus që ka kënë një gol me Partizanin për kampionat ishin poshtë Partizanit edhe murme, si më thënë kreun e rënditje se murme na, me i gol temin këtu.
edhe si më hanë koken edhe periulla eme kam kanë 22 vjeç në kulmin tem. Por nuk është se më shkaj periull, një 6 muaj, shkaj rreth i vit, por kam vazhdu pra, si më hanë, nuk është se... Nëse në 98-ën ka qenë një vllazni jo me emra, në fakt ajo është një sezonin më vonë. Në 98-99 u bë një vllazni më e bukur. Erdhi Xheloshi, Përloshi, Koken, piloti... periulla këte Xheloshi, Përloshi, Koken 99-ën, që ose të kujtuhet. 98-99, një sezon. Pa, Koken që e ko pas profesor Vasil Bici, që ose të kujtuhet. Pikërisht sepse ndolli problemi në ndeshje. Kena pas ekip shumë të mirë, edhe natën. Edhe u humbën ndeshjet të fundit të Tiranës. Po. Thëmë drejtën, edhe ko kanë shumë ekipi mirë. Por, është edhe fati ka i herë. Një ekip që ndryshin nga i titullit kampion, e niste ndeshjen me gol dhe shënote shumë gola në fakt. Fix, Koken. Për mu, Koken, ekipi që edhe sot nuk më mërë mendja filloshim lojën me 1-2-0 direkt. Edhe plus që thash edhe herë i njeri Meftar Çela, presidenti, ishte një njeri që na jepte shumë kurrajo, plus që nuk, thëmë drejtë, nuk e kena ditë sa kena rrogën. Vetëm pyqin sa kena premi për këtë neshje. Edhe aja na nxite shumë. Dhe gradualisht, duke humbur titullin 98-99, erdhi sezoni 2000-2001. Po. Si pak kush patet fatin të shpallë sërish kampion. Po, ka kanë përsër Dervishi, ka kanë trajner, atë periull, erdhme, por fazën e dytë, në qëse u kujtohet, fazën e dytë u forcu me shumë. Erdhe Edi nga Gjirokastra. Erdhe Edi, Suati, edhe faktikisht do pësu me Gjirokastrën si ishte ekipi mirë. Morme në qëse të kujtohet, morme Blyk Bashin, morme edhe Durën. Si më hanë, do pësu me ekipin që e kishim si pretendent, në të periull ishte shumë mirë, edhe forcu me vedin. Sa vetëm në ende kam parasysh atë fitore me Tiranën 3-2, Balt, Shi, ajo ndeshja që vendosën është edhe fati që vllaznia po shkon drejt titullit kampion atë sezon. Thashë na edhe të sezon kena luajtur shumë mirë futboll. Të shkurilet, neshjet edhe mund të ketë edhe fatin. Të ketë Durën, Sinanin, Martinin në sulm apo lojtar të tjerë me përvojë mbrojtje mes fush. Sigurisht gjërat më të lehta pastaj. Ja, thash edhe herë kanë në ekipi, pavarësisht se kanë një pjesë javangji, por ato u shkrinin me ekipin edhe sikur edhe Duroja nëse e fitoi karrierën e tij si sportist, doli prej vllaznisë. Son me Durën e është më i vogël son, po edhe te kam pasur shkollë të mjeshtrisë. Por këtu te vllaznia i dha hov. Normalisht i doli me edhe kampion. Ashtu siç mori hov edhe Sajmir Patushi. Sajmiri, Vjori që doli edhe si thënë, doli edhe si golshënuesi më i mirë në atë periudhë. Nëse të kujtohet se Alasat nuk e thënë kush rekordin e tij. Por me pak fjalë ishim u bëm ekip shumë i mirë, edhe e merituam, edhe të vite e merituam me kampionatin. Çfarë menduat kur dolët kampion? Menduam. Më të lumtur se ju s'kishte një në shkollë. Tash nuk e di, duket si honor aja festa që është bë edhe në 98-ën, por në 2001 u bë edhe shumë. Në stadium, po edhe në rrugën e Shkodrës. Më kujtohet. Kam shumë foto, shumë gjëra që u bë shumë atmosfera shumë e bukur. 2 herë kampion me vllaznin janë pak, vetëm vitet 70 kanë ndodhur që t'i fitojnë 2 titujt kampion. Ju e patet fatin brezu juaj të jeni 2 herë kampion të Shqipërisë. Pastaj edhe Superkupën, po në vitin 2001 me Apollonin. Po, faktikisht thash edhe herë, mas ardhja e presidentit Meftar Çela, vllaznia ishte shumë komode. E ishte një lojtar i dëmuar, si thojmë, tifozllekun e kishte në shpirt, në pasion, e çdo gjë e shkrite me ne, me grupin, edhe dëshira e tij ishte vetëm stuta si gjo, vetëm du me dalë kampion, thote. Fjala e tij vetëm kampion, nuk kishte vend parë, vend dytë. Si thonë, dëshira e tij vetëm për me fitu titull e kishte. E aja ishte një nxitje që na bëte ne si sportista. Dhe ndoshta edhe ndarja e tij parakoshme nga jeta ishte një nga shkaqet që në vitin 2003 Safeti të largohej nga Shkodra? Jo, të them drejtën, unë lujta edhe një vit mrapa, erdhen presidentat, si më hanë ishin në atë kohë ishin 12 presidenta që i morën ekipin, erdhë Përsërdini trajner,
që më thonë u E boj. filloj profesor Dini, E sepse filloj, nuk e zgjati shumë. Po, e filloj, por të thëmë drejten, nuk e di, nuk është se bom ekip, nuk na shkoj shumë mirë, edhe bile më kujtuhet edhe Intertoto që kena dalë Intertoto rasia në vaqit. Që se të kujtuhet. Eliminu një ekip. Unë aty në Intertoto u mërzita i fije me këto, si më thonë presidentat, bane i fije debat, një nër ta, si më thonë u largova, isha me dëshirë që u largova. Thëmë drejten edhe... Ju keni qenë rebelet që keni kërkuar rrogat ndoshta? Ja, si isha rebel, por thjesht në bome, në që se të kujtuhet, në kena shku në Bulgari, shku në autobus, shku në bome në eshin hupa atje, u këthyme, kishim shumë probleme në ekip, si kur nuk doshin mu zi dhe kështu, edhe unë ishte edhe fundi kampionatit, kishte maru çdo gjë, edhe unë e po ashtë arsyeshme, që më hanë nuk ashtë se isha 26-7 vjeç. Nuk është se kam pas oferta, thëmë drejtën nuk e kam pas kur dëshirë me ikë për i vllaznijet. Por, atë për ju u mërzita. U mërzita si ra shumë, të është për i kampion, me shku në vend 6, vend 7, ishte, si më hanë, ishim mësu, kam marrë të vllaznia në atë 6-ën, dhe në 2002-2003, a disi në du. Po, vendin 3. Pa. Edhe rësia aty, po të me ba, se ma atje për debat punet, edhe u pa të largu. Në atë periull, po të morë për Sotani, njeri për Sotani, mori Elbasanin, më thëtë mu, bele, a ke dëshirë më ardhë atje. Sa kishte dalë Elbasanin superiore. Me knaqësi, po vimu profe, kam qefta me ba ekip. Se gjoja por si pyqim, si më hanë, dhe është, jo se ishim. Qëfar ekipit gjë? Thamë, kam qefta me ba ekip, sa fet, që se dënë, unë kam kenë edhe Bert Koqej. Thamë drejten e kena fillu fazën përjetore, e kena banohër, kam pa ekipin, të full me përsurin, thusha, me këte ekip dhe në më hinë superiore. Ma së mërzit më thote mu. Edhe kur u afrunën, ma së nejnë, u afru në Vildede, të Fik Osmani, ku ka 19 vjeç, me komtarën e 21 vjeqarëve që erdhit e në Dalku, Bejzade, Jula Matej, Viskotorri, që më hanë, u bom një grup, të thamë drejten, që sot thëmë, me bëj ekip, duhet me pasi më hanë, për me dash me bëj një ekip të mirë, edhe për me marrë trofej, duhet me pas të faktin sportisa që merë me pas trofej në shpinë, për me dash me bëj ekip të mirë, bëhet fjallë. Na e bëm Elbasanin, thëmë drejten, kur jena grumullu, kur filloj kampionati, nuk e besu me a jena bashkë me njëni tjetër, që tonë ishim për i qëllim. Plus i kishim edhe njerin Berlaze, presidentin, ishte shok i joni e tifos. Pasionant i malli futbollit. Mas Meftarçelës, ata e kam po tifos. Dhe ndoshta ishte Meftarçela e që i shtoi pasionin, sepse kanë qenë dy misë mirë me njëri tjetrin. Po. Edhe bani ekipin e mirë, tham drejten, aty kam luajtur rreth 2 vjet, 2004-2005, 2005 në kampion, me Artan Bushatin, dhe 2004-2005 pastaj 2005-2006 kampion. Po, kena pas Ilirdajin trajner. Po thuj se rujti grupin, tham drejten. Grupin nuk shku me keq e hume edhe kampionatin rastësisht e hume edhe vit. Rujti grupin presidenti edhe vitin e dytë edhe aty, por për mua dhe puna mirë e Ilirit, përsa Ilirit, dulme, se aty ishte u lodhë dhe i fije presidenti, faktikisht, por të është edhe herishim tonë... Të marrë shpejtarët mirë, ka dhe shpenzimet ma? Fix, por të është edhe herishim sportista që kishim dëshirë për me dalë kampion, kishim dëshirë me marrë trofe. Se vetë ka një shprehje që në rrethe festohet më bukur se në Tiranë, me ekipet e kryeqytetit. E provuat shihen e festës në Shkodër, por e keni provuar edhe shihen e festës së titullit kampion edhe në Elbasan. Edhe aty ajo festë ka qenë besoj e paharrueshme. Ja, edhe aty, si thoj, nuk i kalon gjë mangët 2001 vllaznisë. Bele kur në ka pru presidenti autobusin si e kishte sharru, edhe tha, këtë autobus tha, keni vetëm për që keni dojnë kampion, edhe në dukë dhe. Unë kujtosha Barcelonën në Realin, edhe ku në u ba anër edhe ne, edhe si në u dukte. Por edhe në Elbasan u ba shumë ambient, edhe tifos dhe shumë imam. Janë kujdime që nuk përsëritën. Ja, edhe tash edhe 2 vjetë që kam luajtur në Elbasan, kam respekt për qytet, më ka respektu, kena dalë kampion, për çdo gjë që më thonë,
Edhe u rrit prep, si thonë, edhe forca sportive e jemja, që unë kam mësanaj u godi u afrova të 30-et. Që me thonë, me dojnë kampion, 29-30 kampion, që kam dojnë kampion me Elbasanin. Dhe u rikëthyrë në Shkodër. Në 2006 u rikëthyrë në Shkodër. Atë vit e ko marrë Valteri Fusha, më bani një ftesë, fola me te, ishim Ishte dëshira e Fushajt për të rikëthyrë Shkodranën që luan me ekipet e tjera. Po, ishte dëshira ti edhe unë, me thonë drejten, unë bile kam firmues para sa kishim dollë kampion, lushim Champions League, edhe ardhi edhe më ofroi, thosh, unë kam qefë më në Shkodër, të thëmë sinqerisht e thosh, se kam familjen, unë knesia më molla është këtu i thosh. Edhe të më drejten kam bo një para kontrati, thosh, dhe të vi. Bele më thute, a vjen nuk më besute. Thëmë, du më ardhë. Por, gjithmonë me marrëveshje. Edhe me marrëveshje edhe me presidentin e Elbasanit, u riktheva prap. Që edhe kishte pretendimet, si më thonë edhe Valteri, kishte synimet për me dalë kampion. Gjithmonë për me... Luajtet edhe 3-4 vite me Vllaznin dhe morët edhe një kupë në vitin 2008. 2008, po. Aja koka nuk mujtë. Për koincidencën në Elbasan me Vllaznin, kundër Tiranës. Vllaznia Tirana. Po. U bo, edhe 2 vjetë të Vllaznia në atë periudhë 2006, 2007, 2007, 2008, u bo prap ekipi, ishim pretendente për kampion. Edhe 2008-2009 pastaj që humën fond, kampioni ekipi mirë shumë. Ishim, por nuk e pat me fatin, thëmë drejten, ashtë edhe me fat edhe karriera. Presidenti si duket se e dha edhe i maksimumin për ne, por nuk është se, si më hanë fati ma shumë në pengoj, se si ekip ishim shumë mirë. Sa vetë, 4 trofe me ekipin e tretërve, sepse ju thatë që moshë 15 vjeçare, jeni shpallë kampion me Pionerët, por 3 titull kampion, 2 me Vllaznin, 1 me Elbasanin, 1 Superkup, 4, edhe Kupa Shqipërisë, 5 trofe, duke që ju kanë plotësuar karrierën tuaj si futbollist. Po, besoj thash edhe herë, kur e kam një sportin, ëndra jeme është ka kënë me vesh fanele e Vllaznis, atë e realizova, por thash edhe herë, unë kam kënë një lojtar që jam bë me punë. Vullnet, dëshirë, pasion. Sët, thash edhe brezin e ri që është periulla më e keqe 18-19 vjeç, sidomos me i thonë vedit, për shembull, o du me e lën, ose du me e vazhdu. Është periulla më e keqe që unë kam pas dëshirë dhe kam ngullës për me lujtë futboll edhe fol punës. Dhe shpresojmë që të rinjtë sotëm ta dëgjojnë këtë intervistë, sepse Safetosi ka dështuar 2 herë tek Vllaznia dhe tek Beslide për të firmosur kontratë. Fati e çojnë laç dhe e pastaj u bë një futbollist me emër. Faktikisht thash edhe herë, unë sot edhe sa herë që kam edhe servis edhe këto fëmijët, është çdo gjë me punë. Nëse arrin me punu, edhe vullneti një ditë ka me dalë, nuk është se hub. Unë sot e kam dalin 15 vjeç. E kam të Akademia Vllaznis, i tham puna, dëshira, e vullneti është, po nëse nuk të mungën, mundesh me ecë përpara. Me që ka ndryshuar brezet. Normal. Sa vetë, cilin konsideroni momentin më të bukur, atë që ndorta e keni konsideruar veten njeriu më me fat që u bët futbollist. Cili ka qenë momenti në kulminat i karrierës tuaj? Po, thash edhe herë, kanë fillimet e Superligës që kam dalë. Unë e kujtoj me në nostalgji, për shembull në AD5-in që kam luajtur për herë të parë në superiore, më kujtohet si tesh nesha por ka kanë me Durrësin. Durrësi ka kanë super ekip. Ka kanë një lojtar, është djali i humoristit të Durrësit, Elton Koçën në kam pas. Koçësi më i mirë i kampionatit. Unë isha në vit të parë, ai ishte në vit 4 në shkollën e mjeshtrisë. Edhe të më drejtën kur kam shkuar në shkollën e mjeshtrisë, 14 vjeç që gjys, po i bë 15, shifsha ato të vitit 4. Po ishin edhe me trup, thosha si ka mundsi ja thu bëhen edhe na kështu. Apo ta fatin unë me lujtë si më hanë superiore me. Edhe ndeshjen e parë kundër ti. Ndeshjen e parë kundër ti edhe një kundër një. E të më drejtën më ka jetë shumë mirë, ajo ndeshje edhe unë thash edhe herë, ishte dëshira, pasioni për me lujtë, ato vite mu më kujtohen si sot, ku kam fjetur në Laç, e imagjinën në din si më duket sot është luks. Në luks edhe s'duhet me qyrë gjonat që më hanë luksin, sa duhet me pa pasionin e vullnetin për me shty për para.
Se kur ke diçka pasion që synon të arrish, në do të kalosh edhe vështirësi. Normal. Po momenti më i vështirë i karrierës tuaj. Thëmë drejtën, më të vështirë, unë e kam pas 35 vjeç. Pse? 2010, atë vit më ka linë quni, djali, edhe unë sa i kisha bo, pa i bo 35, edhe thëmë drejtën, isha unë, Mirë Grima dhe Vjorë Sinoni. Ishin përmeshty edhe vit karrierë sportive. Miri edhe Vjori e muri vllaznia, si më në bani kontratë, mu me të drejtën merë dhe i keqë, sot unë pa thëmë unë, në është edhe se kam presidentit Velder Fusha, më ka ardhë keqë, më ka thirë mas 3 mujve, kur e kam taku në rrugë, se mirë se po këten për respekt, se unë i kam ardhë 4 vjetë kam bo kontratë me te, mas Elbasan. Bele nuk e di, në është ta kam kënë nërë vetmit sportista, që unë kam pas kontrat me presidentin Valterin, edhe kam lënë 30% rrogës, e kam thonë që se nuk del kampion, unë du me mi hek 30% që në rrogës. Në që se del kampion, unë du me i marë në fund sezonit. Në është ta kam kënë nërë vetmi që e kam bonë me te. Por, mas 3 mujve, kam taku rasisht, më tha mua dhe më ardhë trajner të akademia, si kur nuk e kisha dëshirën për me lanë sportin, me të thonë drejten. Por vinë edhe mosha banë punën e vetë. Mosha vetë nuk je dëshirë të pranosh, por vjen, por tash edhe jere mylla karrierën, si më hanë me prisha qef. Aja më ka metë si pen, kam shku, kam lujt të Oda Velipojës, kam lujt një vit e gjysë. Vetëm thjesht se kisha qef, edhe kam të sot me më thonë me lujtu lësë. Si më hanë ka që dëshirë e kam sportin. Por, si më ka metë, si më hanë peng, me kuptimin e mirë se tash edhe jere, falemner Zotit, më ka ecë, jashtë zakonisht mirë. Kur po ta thy kamen, kam thonë zbojmë sportist, po kur më thoshin doktorët që në momentin ku ki thy kamen ti, aty nuk thejet ma, me kënë nej kyç, për shama Edi Martini e ka thy kamen, e ka thy të kyç i kamës poshtë, edhe nuk arriti me lujt fort. Kurse unë arrita me lujt, kam lujt shumë karrierë dhe se kam një faktikisht më kamen, që me hanë nuk është se më ka met peng dëmtimi, se tash edhe prap dëshira vullneti unë shkova aty ku isha. Por, tash edhe herë, myllja karrierës nuk e meritova, ta thamë sinqesht. Edhe kam kënë rreth 3 vjetë se jam ofru vllaznis, hiq, as kam marrë, tash edhe herë, mas 3 mujve, tash edhe herë. Unë kam dëshirë sportistat që më ka metë mend një fjallë që e kam një gjuhë për Jesak Pashajt. Kur ka hy këtu në stadium, edhe ka thonë sa bukur u bë stadiumi, edhe mu më ka metë mend, po sa bukur u bë, po më s'pa shaf këna emrin tem. Njashtë edhe puna mu duk thu, a thu se s'kam lujt futbol, 35 vjeç u bëna, kisha rreth 17 vjetë profesionist, edhe me elon me i mënyrë adis nuk mu duk e hishme me të ndrejtën. E jam ka metë që... Pengu i karrierës. Pengu i karrierës. Bele, mas mja 2 vjetë dhe kam pa bo edhe si me hanë lani e sportit. Por nuk kam peng, edhe aja ka metë më atë për kështu, por nuk kam metë unë gjdo gjënë që është bënë sportin e kam arrit, të është edhe i herë. Kam ardhë, kam kënë lujtarë që i kam punu, vullnet edhe dëshirë, këj ka kënë, që më hanë, aja dëshirë që unë i kam realizu të tënë. Safet, i bërë i pasur sepse shumë kush me ndonë që i futbollistit kanë pasur. I bërë i pasur me karrierën të ujë? Ja, nuk mundë me thonë. Karrierën teme sportive, unë... Si thojnë, kam marrë, unë kam kënë rreth 5 km në fshatë Vugadana, aty jam rritë, sëtë Rinërës, kam blej shpi, bele mendimin e babë se në pot me shfite edhe, por kam jetu normal, sot kam një familje që nështë, kam grunë, kam 2 fëmijë, si më thonë, kam jetes normale, sporti, a kënë knesi, por nuk kam kënë thash edhe, nuk kam kënë që kam lujtë këndi jashtë për me bo karrierë, ose me bo pasoni. Që është e mënë me rogën të në të parë dhe sa ka qenë rogëve? E mëj mënë. Kam fillu me 80.000 lek rogë, 40.000 lek trajtim. Dhe roga me madhe që ke marrë mujore? Rogë të është 80.000 lek. Ja, roga me madhe? Masa me roga me madhe, kena... ka shku dhe në 3 milion lek. Por nuk është si kena marrë 3 milion lek si i marrin sot në dorë, ne kena marrë atëherë gjithmonë me keste, si i thojnë. E kena bo vetë kontratën ashtu.
Ki ba shumë miq me sportin e futbollit? Thëmë drejtën, unë çdo vend Shqipënis, plus që edhe karriera që kam marru 4 vjet shkollë mjeshtrie, shumë lojtarë kanë dalë edhe prej shkollës mjeshtrisë që i kena pas në për rrethe, të fillu me Sarand, që i kam pas në shkollë, Sarand, Vlon, Gjirokastër, Fieri, Patos, Leç, Borrell, si më hanë në Tropoj gjithmonë edhe prej shkollës mjeshtrisë, por edhe shumica aty në janë bërë sportista, edhe sot në karrierë sportive kam shok edhe mish në tonë Shqipnin. Në gjithaj, kush është shoku më i mirë i sportit për Safetosin? Në përgjithësi me Teton kena shku mirë. Me Teton, nuk është se kam, që më thënë, por që të veçojmë, që vazhdojmë edhe muajmë edhe sot, me Suatin shkoj më mirë se me tonë. Kur ka kohë lirë? Kur ka gjithmonë se e ka biznes. Ka angazhime. Keni punuar me shumë trajnerë. Megjithatë, do të ketë besoj një apo dy që i mbani si njerëzit më të rëndësishëm që kanë ndikuar për mirë në karrierën tuaj sportive. Jo, në thash edhe herë, profesor Elia kam fillu karrierën e tij. Kur kam marrë, isha shumë më i vogël se Teton. Bele më kujtohet Henri Çaku. Henri ko kenë me Fatmir Lelin, ishin atë kohë 89-90. Edhe profesori më lete mu që më kam kenë tip gricit i vogël, shtu edhe vetëm me prish aksione. Ishte, Henri ko pas një traume të mirë. Edhe më thote profesori. Me të majtën e ti. Po, edhe më thote profesori, vetëm e të thote, vetëm ose lën me gjujtë. Edhe u mërzit të Fatmir Leli, thote, ditën marrë, thote, ty e i katonori, më spetlon me gjujti porten. Edhe qysh aty që më hanë e jep të kuraj, por edhe të shkolla kam pas, thash edhe shkolla mjeshtrisë sportive për mu, edhe sot shkollë profesionale, pavarësisht rrëmujeve që janë bën 90-94, shkollat jep të shumë mësime, si nga ana teorike, ashtu edhe praktike. Për mu shkolla mjeshtrisë, edhe për mu sot akademia që duhet më u bë, e vllaznisë duhet me kenë shkollë, gjoja parë herë, mësë nej akademi. Se po s'pate shkollë, edhe akademisë mund është me bë. Ndër 5 trofet që ke fituar në karrierën tuaj sportive, cili është më i rëndësishmi? Më i rëndësishmi. E rëndësishmi fillimi është 98-a më duk si ëndër. Nuk e kena besu, se dalim kampion. Edhe me Elbasanin që më hanë që u riktheva, që më handull me kampion. Plus, mas Elbasanit ndakoj prap me marë kupën e Shqipnis, për ne ishte si kampion, se pos të mërshim kupën e nuk ishim kupët e Europës. Por çdo fitore, çdo kampion, çdo kampionat ka pas ata specifikat e veta. Pse numri 5? Do me thënë ja, po... Jo, unë me thonë drejten edhe në Leç kam mojt numrin 2. Mu më kujtohet në atë kohë Hyzmiani. Kisha qef, si më hanë, sa ishte edhe karrierë me kontore, nuk kisha qef. Edhe një 2-3, si më hanë, shtu trajnera, sportista, shok, dashamirës, më thoshin, jesi Hysa. Unë nuk e mosha mend fort Hysën se i takoj medalë, jo, është edhe thjesht mënyra se si let, por kur nuk e kam pas teknikën e Hysë. Ndoshta kam pas frymë më shumë se Hysa, po teknika ku kanë shumë Nelson. Edhe asi gjë, thjesht në derë e loqi unë kam pas numrin 2. Edhe të vllaznia ishte numri 5 lirshëm. Edhe meti, edhe unë nuk kam pas në... E filluat si kundërshtar të parë Elton Koçin, por kush ka qenë kundërshtari më i vështirë, Safetosjes në karrierë? Ai që ndoshta e ke pas me bezdi për ta markuar apo më i vështiri? Jo, unë nuk më kujtohet në një bezdishme, por më kujtohet më kalon një barë të madhe që ishte disniveli shumë i madhë në Galatasaray. Vllaznia me Hasan Shash, më thëtë përsori me lujt 1-1, e shifsha vedin shumë poshtë. E ishte shumë lojtari net, shumë kishte nivel shumë krahasim me mua, për shkakun. Gjithë ajo ndeshja parë në Istanbul, ku kam qenë unë i pranishëm, kemi qenë barabartë. Aja ndeshje ko kanë për mua, ko kanë ndeshja më e bukur e karrierës Kluden Durrës edhe Virsen Sinanit. Edhe Albert Kashi nëse do të bëjë atë golin. Berdi sa hyni. Sa hyni. Par fles kundërshtarë, tham drejtën, unë jam përballë me shumë, për shembull kam pas Devi Muken, kam pas Klod Durrën, si më kanë kënë të lujtarë që kanë lujtë mes sulmusave, unë faktikisht kam lujtë me ta dhe shumicën e rasteve edhe profesorët më thoshin me lujtë 1-1. Pse? Vetëm me u prish aksionit, me u prish lojën e tyne.
A kupton edhe në momentin që unë dola si tip shkatrusit, unë e detyrë kisha. Por më kujtohet i neshe që kam luajt me Tiranën, kena pas trajner Shulcën. Kënë viti i parë që kam marrë. Unë kam luajt të ndërtën, kam bërë një operacion plastik të një dhëmë, edhe kisha 2 ditë që kisha bërë operacion. Edhe kam marrë prej Tiranët, kam marrë këto dhe kur më kam thënë du me luajt, kishin qef me luajt, edhe luajta me Devi Mukën, 1-1. Ishte këtu me Tiranën. Edhe kur kam luajtet neshe, tam drejtën nuk më duket se kena dalë barazim. Po thash edhe nuk muaj mend absolutisht asnjë gjë, vetëm dosha me rujt ftyrën për të zot në brylla diçka. Unë nuk dosha me bë dhe herë, kisha ndaj 2 orë në operacion. Nëse marrë nesha, kam shku mas 2 ditëve me hek penat që i kisha këtu. Kur i kam thënë atij doktorit, kam thënë s'ka mundësi, më thonë. Kam luajt i thash 90 minuta, e keni video, ja më s'ka mundësi thotë. Unë kam ndaj 2 orë, me dvu, plastiken, ndam edhe ti, bën këtë vepër. Por mosha, pasioni, dëshira. Për qenë me çdo kur të fush. Safet, në 2013 fillua për të parë, edhe zëvendës trajner tek Vllaznia me Artan Bëshatin. Po. Për periudhë të shkurtër, po pastaj u rikthyet vitet e fundit me Hasan Likin fillimisht, Agin Canaj, Mirsad Yunus, Hysén Detjen edhe Tomas Barderi që pa kohë. Kush është trajneri që mendon që punon më mirë? Sepse ndim si gjithmonë edhe shesh shumë gjëra nga trajneri i parë. Them drejtën, unë bele edhe para disa muajve më bani një pyetje presidenti aktuali i Vllaznisë Alban Xhaferi, më tha mu si duket edhe ekipi atë vit që ko kanë për Tomasi, për mu thash ko pas kualitet më shumë. Por për mu sa më shumë kualitet me pas ekipi, aq më të lehtë ka trajneri. Këtë mendim kam. Sepse shumë kush më nëndkumë të, kur ka shumë lojtarë është dhimbje kokët për trajnerin, por në fakt është më lehtë. Ja, për mua është më lehtë, pse mund të është ta dhash edhe një shpjegim kur shkova në Elbasan. Një lojtar që ka trofe në shtëpinë, e din se ai është profesionist për mua. Prandaj më kujtohet edhe Elbasani kur shkuam në Elbasan, në Vildede, ishte ndër mbrojtësat më të mirë në Shqipëri. Erdhi te Elbasani. Bezode që erdhi një 2 vjet të që doli, ko kënë Klod Aslani, që doli kampion me Dinamon, Jula Madej, edhe ishim 7 lojtarë që kishim prek trofe, edhe të pas trofe në shpinë, doshe të vinë ata në ambicit për me dojnë kampion. A është në vërtësi të ekipeve, të është edhe herë, me profesor Asani na kena marrë në kategoritë parë, e njëtë me në superiore. Erdhë me në superiore, qëllaj pandemia, në që ose ju kujtohet. Iku pandemia, erdi si me thonë, erdi profesor Hyseni, doshe shkishte që me bo për 2 muaj. Erdi profesor Tomasi, erdi edhe me lujtarët mirë. Edhe me frym 3 që solli. Me frym 3 që solli, plus erdi, dhe të isa gjona, për mu u bo dhe grupi, gjetën edhe njëni tjetërin edhe u bo grupi edhe më i mirë. Pavarësisht në hume me golevrash, këna hume e të kampionat. Por ko kënë ekipi shumë i mirë. Një largim nga stafi i Vllaznisë duket me pak çefmbetje edhe atëherë. Unë jam natyrë, e kam kanë shumë natyrë. Nuk i shpreh asnjëherë, por duket që diçka ka ndodhur edhe në atë largim. Tash edhe herë, unë jam natyrë që bluj më shumë pak në vedi, por kur nuk e shoh vedin, kur nuk e gjej, kur nuk e nih vedin, kur nuk kanë besim njerëzit e unë, atëherë për çfarë më ndaj tonë. I bëj pyetje vetë. Për një rrogë nuk ka vlerë të qëndrosh. Tash unë tash edhe unë kam qef tash edhe për sportin, unë mundem me ndaj tonë natën edhe të flas. Por tash edhe unë kam punuar atë vit e pash i fije vedin që u spostova shumë. Arrita derisa erdhi puna e thash ti hapi rrugë se në gjatë trajneri e ka çantën në shtëpinë. Unë isha si më hanë, as nuk isha dhe për pagat. Por thjesht unë e bësha me dëshirë me pasion. Bile sa herë edhe me Tomasin bisedosha, që më hanë, unë isha lujtar, njështu që kam kënë lujtar, kam kënë edhe si trajner. Jam i punës, jam i pasionit, i dëshirës. Pjesën tjetër, kur e shaf vedin që nuk e gjej, s'postohem i hapi rrugë njerëzve, se jeta vazhdan. Keni punuar dhe punoni, edhe trajner me moshat, tek Vllaznia, tek Akademia Ajax,
tashme përsëri tek Shkodra dhe tek Vllaznia. Ju pëlqen të punoni edhe me moshat? Po, unë thosh edhe herë, pasioni jam është sporti. Dëshira që i bëj më e mira është sporti. Edhe të drejtën, është viti i parë që kam marrë te Akademia e Vllaznisë. Unë kam punu fillimisht te Akademia e Jaksit rreth 3 vjet. Mrapa kam punuar te Akademia e Shkodrës, gjithmonë me moshat, por thosh edhe kam pas dëshirë me punu. Edhe sot që kam marrë te Vllaznia është dëshira. Është dëshira që unë kam qef sa do pak mi dhonë një sportistit një mundësi ose një dëshirë temen ose gjithmonë që ose dëna i me e marrë. Dhe këshilla, e tha me disa herë, po këshilla Safetosjes për ata që duan, ata fëmijë, ato të rinj që duan të bëhen sportista, çfarë duhet bëjnë? Puna, vullneti, edhe pasioni që duhet me pas. Gjithmonë duhet me kam ngull, me pas dëshirë. Edhe nëse të mbyllet një derë, do të hapet diku tjetër. Unë sa herë edhe sot edhe të rritë që njëf, ma mirë me lujt diku, për shamu moshe 19 vjeç, ma mirë, nuk është për me najtë rezervë diku, pa mërë Vllaznia, pa më shamu, edhe me najtë rezervë. Unë thëmë me shku me lujt, se të lujt, e shef edhe vetin sa ke mundësi. Pa mërë shamu të repen që i kam pas. Esli Salin e kam pas 15 vjeç. E kam pas të Akademia e Jaksit e kam po. Du me të pru fjallin, vetëm dëshira, vullneti i ka bo këta fëmi. Ashtë 4 vjetë najti, ky repa e najti të firi, që erdi Vllaznia. Që më hanë, e kanë pa të lujt atje, e ka ardhë Vllaznia. Edhe Esli Sala, si shkajnë malë lujti 2 vjetë erdi. Ka kanë 18 vjeç që unë i kam ofru. Isha atëherë sa erdha të Vllaznia, ishte në kategorit parë. Jo du me shku jashtë. Ta prej Zoti marë, është dëshirë, por brezin, sidomos kjo brez 19 vjeqa, 20 vjeqa, duhet me lujt, duhet me e pas dëshirën për me lujt. Dhe si një ish kampion, 2 herë me Vllaznin, cila këshilla për Vllaznin, sepse jemi në fund të sezonit dhe sytë e gjithëve janë tek a do të jemi apo do të jemi kampion, sepse titulli i fundit është ai 2001 kur keni fituar ju dhe shok tuaj. Dëshira është për me dalë kampion. Nuk është se jena shumë ofër, por do në edhe pak fat. Besej si shumica edhe të shiflosim, nuk është se ju ka mungu të pak të një takate, përse në jena ofër ekipin, nuk është se ju kanë mungu shumë gjona, janë realizu, ideja që duhet edhe pak dëshirë dhe vullnet, si thome. Edhe shumë sakrificë. Normal, që s'kanë met, janë neshit e fundit. Kështu që me pak fat, por gjithmonë me punë, inshallah edhe dëshira është për me dalë kampion. Sa vetë po shkojmë drejt fundit të emisionit. Kujt e dedikoni gjithë çfarë keni arritur në karrierën tuaj sportive? Thëmë drejtën, unë jam i lidhur shumë me familjen. Edhe një natë 7 që thash jam rikthy edhe prej familje, unë jam djali vetëm. Babi më ka vdek natë 9, sa djetej me nanin, me nusen edhe me 2 fëmijë. Dhe peng asë gjanë vetëm sakrificë që ka bo familja eme, se njëri për mu bo sportist dhe për me kënë sportist, është sakrificë e madhe. Edhe për i nënës që kam jetu, edhe nusën që erdhi, bele 2 vjetë që kam nejnë në Elbasanën, i kam marrë me vedi, me fjallë kam pas. Sakrificë është edhe jo lëvizje. Edhe kështu që unë kam një vajzë 19 vjetë, që si ashtë 2006, që kena dojnë kampion në Elbasan, edhe djallin e kam 2010 që kam lonë sportin. Kështu që në është ju kërkaj halal që i thujnë shumë gjona që familjen në është i kena lonë shumë gjona mongë se sporti i doshe po doshe duhet me lonë diçka mongët për me përfitu edhe për i sportit. Por, falë Zotit i kena shnashe mirë edhe i përshnes si i thujnë. Dhe fundit Safetosja, çfarë ka qenë dhe çfarë është Vllaznia për ju? Për mua është një shtëpi e dytë. Thamë drejtën. Vllazniun unë e kam pas ëndër gjithmonë. E kam realizu ëndrën teme, thjesht edhe jertash edhe edhe te Vllaznia që kam marrë te Akademia, kam marrë me tonë kënaqësinë më të madhe. Pse? Thash edhe herë kur kam qef me pas derën hap te Vllaznia. Nuk kam qef me më mëllë kush derën të Vllaznia. Thash edhe kam shtëpinë familjen, por me më folit është për Vllaznin unë gjithçka, mundën me dhanë. Mundën me, si më hanë, me dhanë gjithçka. Të falenderoj. Faleminderit edhe për ju. Ishim gati 1 orë për të kujtuar momentet
më të rëndësishme të karrierës tuaj. Një Faleminderit. karrierë suksesshme me 5 trofe dhe besoj që emrin që e keni krijuar pikërisht prej talentit dhe sakrificave për kushtimin që keni bërë në fushën e lojës. Në fund du me përshëndet se ndoshta se cek me kërkon tifozat e Vllaznisë, ta them sinqerisht, i kena ndi me shpirt edhe sot që del në për rrugë, flasim me nostalgji. Tu fillu të njerëz të mi që i kam atje, edhe të tonë Shkodrën që i kena pas gjithmonë edhe sot që flasim dash edhe herë. Një respekt për ta. Faleminderit, Olse. Të Faleminderit. nderuar shikues, kaq për këtë emision të 54, ishim me ish kampionin e Vllaznisë, tashmë trajner tek Akademia Vllaznia Safetosja. Do të takojmë sërish një radhë tjetër me një tjetër të ftuar nga bota e sportit shkodran dhe shqiptar. Natën e mirë.